Përshëndetje dhe mirë se erdhët në video podcastin Jehona. Sot në studio kemi një misafir të veçantë, një piktor i cili e sheh botën përmes ngjyrave dhe formave që unë nuk i shoh. Në studio piktori Gazmend Frajtak. Gazmend, mirë se erdhe. Faleminderit nga zemra, Jehona, gëzohem shumë, kom kënaqësi shumë të madhe që të jem një bashkëbisedim me ty sot. Faleminderit shumë. Gazmend, në qoftë se unë do të qëndroja para një pëlhure, do të thotë për me pikturu. Si ja fillon ti punës tënde? Do të thotë, cili është ai fillimi kur ti fillon me pikturu? Po, mas pare kom idenë, do të thotë se çka motivin, do të thotë se çka do të pikturoj, me cilat ngjyra do të pikturoj, sa do të jetë e madhe pëlhura. Fillimisht natyrisht të bëj një skicë me laps, pastaj filloj me ngjyra. Domethënë skicën e bën me një letër? Me laps. Jo, direkt në pëlhurë, në kanavas. Direkt në kanavas. Në bazë asaj skice do thotë me laps, pastaj vazhdoj me piktura, me ngjyra. Po kuptoj. Na kthe pak në fëmijërinë tënde. A linde piktor apo të gjeti ty arti në rrugë? Si ka qenë fillimi? Me të vërtet nuk di, akum lindur piktor, të thotë fjala është që akum lindur me këtë aftësi, me këtë talent të pikturës, por qysh si vogël mbajnë mend, kom vizatu shumë. Edhe në shkollë kemi vizatu shumë, për mos më thënë, ka qenë lënda ma e lakmuar e jamja, arti, vizatimi në fëmijëri. Kjo nuk do thotë që pastaj ma vonë morat edhe ose ta zgjedhë si profesion, sepse mora një drejtim tjetër, por vazhdimisht kom vizatu thuja se tërë jetën, herë ma shumë, herë ma pak. Po ti nuk e ke studiuar artin, apo jo? Jo. E kur ka qenë fillimi, do të thotë, kur ke vrej që ki talent, do të thotë në këtë drejtim, me cilën moshë parafërsisht? Po mund të kem qenë moshën që shkollë fillore, klasën e parë, 6 vjeçare, ose 7 vjeçare. Aty do thotë kom vizatu shumë. Me laps, apo me ngjyra? Me laps, edhe akvarele. Akvarelet ndryshme. Po. Po këtu në Austri, apo në Gjermani, si ka qenë? Në Gjermani, po. Tash në basë, në vitin 1990, kalova nga ndryshimet politike në Kosovë, si studenti juridiku që isha unë, në vitin 1990, u mbyllën, edhe kalova në Gjermani. Në Gjermania, aty pastaj më dash më diçka që të mirë me në studimet, do thotë, në betën, onash, u dash që energjia ime e punës që të mirë me diçka. Kështu që fillova, pikërisht në Gjermani fillova me ngjyra të vizatoj, gjithnjë e ma shumë në pëlhurë, vit pas viti, dhe jetova në Gjermani deri në vitin 2004. Në 2004 kalova në Austri, ndërkohë mbi 20 vjet apo jo. Tamam piktor u bona këtu, në Austri. Në Austri, po kuptoj. Po. E çka është ajo që ty të frymëzon si piktor? A janë natyra, a janë njerëzit, muzika, historia, apo diçka tjetër? Thuja se më frymëzon gjithçka në jetë. Gjithçka rreth meje. Njerëz më frymëzojnë. Historia më frymëzon, natyra, objektet, që i thonë natyre qete, kretë këto janë komponente në punën time, në artë. Po, kryesisht njerëz më frymëzon shumë, natyrisht po. A ke edhe ti si shumë piktor që ka ndonjë muzë? Po, natyrisht, kom thuja të gjitha modelim që shrivet në artin tip, kanë qenë edhe muza, do thotë, inspiruese apo jo. Po, disa, po, natyrisht. Si do ta përshkruaje stilin tënd piktural?
Unë mendoj se jom një impresionist, po edhe ekspresionist, por edhe realist. Të thotë realizmi është stili im në pikturën time. Në grafik, do thotë punë lapsi ose tush, por edhe me vaj në kanavace. E si ka evoluar stili yt me kalimin e kohës? Fillimisht do të thotë, ndoshta ke pikturuar më tepër natyrën, peizazhet, a ke pas në evolim kështu në rrugtimin e pikturës? Fillimisht kom piktuar shumë natyrë të qetë, duke nisur nga lulet në vazë në ambientin ku kom banuar, kom jetuar. Pastaj edhe natyrë, kom dalë natyrisht peizazhet natyrore, lisat, liqenjt, por edhe njerëzit, kryesisht figurat e njohura shqiptare që kanë qenë për mua gjithmonë në shkollë inspirim dhe motivim për edukimin tim, për arritjet e mia. Pra, portretet e tyre të cilët nuk jetojnë më, të themi Nën Tereze, Gjergj Fishta, Skënderbeu, Ibrahim Rugova e kështu me radhë, po nga fotot ku realizuar portretet e tyre, por dal nga dal, pastaj edhe portretet gjalla i bojnë të thotë njerëz të gjallë, shumë natyrshëm. E kam qartë, se unë isha në studion tënde, apo në atelien tënde, edhe aty më ra në sy që kishe portretuar edhe yjet tona, vajzat tona, që po ndriçojnë në botë, do të thotë në muzikën e poput, në zhangrat ndryshme, dhe aty e vrejta Bibi Rexhën, që po thuhet në internacionaliste që thonë Bibi Rexha, Dua Lipën, Po, Rita Ora. Rita Ora nuk e pash, po... Rita Ora nuk e kam piktuar akoma me vaj, por me laps. Me laps. E kam aty, po, me laps. Por, kjo pyetja ime tani që duhet të nënshtroj është vreta që edhe në dhomën tënde kishe edhe piktura të akteve të ndryshme. Do thotë edhe... Nudo, po mendoj. Nudo, po. Do thotë edhe... Kur ke fillun këtë më marrë me këto pikturat nudo, ka qenë naj frymëzim nga jeta private, apo si ka qenë? Piktura nudo, gjitha piktura thua si gjitha periudhat ndër më të lashta, do thotë trupi njeriut ose në këtë rast femra, do thotë janë inspirimi më i madh thuajse për mua. E shumë piktorëve, po e vërtet. Kryesisht është pak vështirë me taku modele që nuk i tjera pak shoqëri ma shumë intime me një modele që ajo të ullet e nudo për piktoren. Kryesisht kanë qenë mikesha të mia, sepse base jetoj vetëm, kështu që ja lejo vetës që kem raporte të afërta apo jo me njërin ose tjetrën. Kështu që ato ulen modele pastaj gjithashtu për pikturat nudo, të cilat i kam. Si shumë piktor tjerë, edhe Egon Schiele ka shumë pikturat në këtë drejtim. Po, sigurisht Egon Schiele kryesisht. Do të femrat përgjithësi janë muzë të shumë piktorëve dhe trupi i tyre. Muza ati e parë ka qenë motra ati, merë me menë. Egon Schiele. Egon Schiele. Pastaj shoqja ati i gruaj. Shoqja ati edhe shumë tjera. A eksperimenton me materialet ndryshme? Absolutisht jo me materialet ndryshme, sepse e kam standard ngjyrat e vajit edhe kanavace do thotë pelhur. Këto dy elemente, me këto dyja punoj të thotë me teknikë klasike, me ngjyra vaj. Ngjyra vaj, po. Materiale tjera jo. Jo. Nuk e përdor as akryl, as këta di unë e kap në disa po. Tani kaloj te pyetja tjetër.
Sa kohë të duhet nga ideja deri te realizimi I idesë direkt në pikturë? Sa zgjat, për shembull? Nga një herë, zgjat me vite idenë, po. Ideja të aty, po nuk transmetohen me një herë. Zgjat me vite ideja, sepse unë punoj me projekte, themi kështu projekte të ndryshme, si që fjala Lisat kam pas një projekt ku kam piktura 15 piktura për një ekspozitë të tërë, do thotë. Pastaj projekti tjetër, lullëzimet, gjithashtu janë 20 piktura kom realizu për një ekspozitë të tërë, të cilat edhe I kam ekspozuar në të kaluar apo jo. Është projekti tjetër, portretet e njerëzve ku kam shkuar në një senior në Hajm, do të në shtëpitë e pleqve, gjysmë viti dhe I kam portretuar 35 persona aty në gjallë, do thot, live, edhe kam hapur pastaj një ekspozitë në qytetin e Linçit. Banorët e domet pleqve, të shtëpisë pleqve. Të një domet pleqve, po. Këtë punë e kësha po, ma vonë mora vesh, që për më këthuj tani të pyetja jote se ideja së se këtu ka zgjat 3 vite, 4, do thotë e kisha gjithmonë prapa vi, por nuk mbase gjithmonë aktualisht e kom një projekt, do thotë derë ta bëj tjetër, do thotë don pak tu t'jem edhe unë I përgatitun për atë projekt. Do thotë këtë një 3 vjet ka zgjat kjo punë, se I më mirë projektet e mia sa kanë zgjatur idet për t'i realizuar pastaj. Edhe mbas një 3 vjet e erdhi momenti, thotë tashti e marr bllokun e vizatimit, lapsit edhe shkoj. Natyrisht janë disa formalitete që duhet me shkrim ta kërkoj këtë punë nga drejtori I shtëpisë. Po. Edhe kjo ka qenë në Linz, apo aty në Linz, po. Sa projekt interesant, po. Më kthy te stili nudës edhe një herë, sepse në vitin 2014, 2 semestre kom përfunduar në Universitetin e Artit në Linz. Edhe aty kemi vizatuar me modelet gjalla, do thotë ne studentat. Drejt për së drejti live aty që kanë qenë. Po, pas 2 semestre pasa unë ndërpreva aty, sepse pak edhe kisha, nuk është që nuk kisha modele unë për t'i pikturuar, sepse duhesh aty me rregull të shkosh, të kthehesh, kështu që nuk e përmbajta unë, mjaftoj, por me një provim përfundimtar, mora edhe një certifikat, të thotë po. Kujt ja dedikon krijimtarinë tënde pikturale? Po kryesisht I pikturoj për vete, me thonë të vërtetën, e pikturoj sepse e ke pasion. Kom pasion, sigurisht, po pasionet të madh bile. Po. S'moj me paramendu veten pa pikturim në jetën time, ndërkohë, të thotë. E si ndihesh kur ndahesh ka një vepër që shitet? Shumë pyetje interesante kjo të Jehone, po. Edhe kjo është një proces ku pikturë të paktën ose flas për vete, mësohem me këtë përse. Në fillim më kanë dhimbur pikturat me shit, por ndërkohë ndjej kënaqësi kur pikturat, kur puna ime vlerësohet nga të tjerat edhe shprehen interesim që edhe mi seleksionu. Ndërkohë sa kam problem këtë punë hiq. Do të fillimisht bjen sikur me shit një pjesë biografisë tënde. Bravo, shumë mirë. E mandej do të gëzohesh që një pjesë e biografisë tënde pe gëzon një person tjetër. Po. A ndodh që dikush edhe porosit pikturat e ti? Po. Po ky proces si vazhdon? Se ti tha më herët që zgjat 3 vite ndonjëherë. Nëse dikush porosit një pikturë, se nuk është lehtë. Unë mendoj që duhesh me qenë inspiruar, ju piktorët keni edhe fazat e juja, ndoshta edhe melankolike. Si ndodh kjo që nëse unë e porositi një pikturë te ti? Si funksionon kjo pjesë? A mundem unë me t'i jap një motiv, ndonjë ide apo bashkëpunon me personin që bën ndonjë porositje, si mundet me funksionon kjo pjesë? Po. Tash
duhet ta sqaroj këtë punë, sepse punët e projektet që duhen vite për të realizuar, ato janë projekte që bojnë për dëshirë time, jo për të shitur. Ato e bojnë nga dëshira ime që janë të unë dhe dojmë mos se harrova një projekt e kom vazhdimisht në qarkullim, thash për lulet, thash për lisat, thash për portretet. E kom një projekt tashti cili gjithashtu me vite është në vendin time, por akoma nuk e filloj, ndërkohë e kam filluar, janë rret e qiellit, një projekt i tërë. Këto i pojmë jo se i kërkon një ekspozit ose i kërkon njerëz, i bëjmë këto projekte janë që unë me dëshirë do thotë që i kam në mendje edhe në vinë, ose nga njerë dhe i ndrojë në këto projekte, merë me menë. Pastaj dhe i filloj. Puna e porosive është shumë shpejt. Nëse ki fjallën për portretet me laps që unë jam i njohur, ose njihet puna ime me laps në qytetin e Linzit dhe kryesisht, aty më nevojitën 2 javë. Do të ndërgohet foto, marrat foto, pastaj në din A4 të nxjerren nga shtypi, edhe nga ajo foto më duhet pak e lohen në morë disa ditë, thash 2 javë ditë zgjat kjo, që ta studioj pak karakteristikat e fytyrës. Mimikat, gjithçka, apo jo? Rrudhat. Po, sigurisht, vizat janë shumë rëndësi. Po. Sa ty e lexon biografinë e personit, apo? Po, të lutem, po. Dërsa vetë puna, një portreti me laps, që unë kom një standard 59 presje 4 cm me 42 cm, standard e kom blokun e... Ajo zgjatë 2 ditë. Çka të thotë 2 ditë? Do të 2 orë e realizoj portret, po më duhet një ditë tjetër që ta shoh edhe një herë për një korrigjim të eventual, edhe do të 2 javë ditë zgjatë. Një punë në vaj, Jehona, mund zgjatë të 6 muaj, varet nga madhësia, dimensioni e pikturës, apo jo, varet nga motivi, a është një natyrë e qetë, a është një natyrë deti, dhe qielli, dhe pak rërë, apo janë disa personale që duhet aty edhe të ngjyra është puna se ato kërkojnë kohë për muterë, për me bo pastaj korrigjimet, shtresën tjetër. Është një punë që dënë shumë kohë, qetësi. Kohë, qetësi, po durim. Tash e gjeta fjalë, dënë durim. Këtë durim me kam unë, do të pikturat, puna me vaja është një punë shumë ka zëna fillën e la shumë, piktura me vaj. Tani porim të ngjyrat, pikrish këtu si e përcakton paletën e ngjyrave që do të përdorësh. Do të thotë, a i merr zakonisht gjithmonë ato ngjyrat e njëjta, apo i përcakton ma herët ngjyrat mbas motivit, si funksionon kjo tek piktorët? Se unë kam provu një herë me pikturu, kisha një ide, po mbeta duke shiku ngjyrat edhe nuk dija si m'ja fillu, se dhe ajo është një shkencë në vetje, apo jo, do të thotë cila ngjyrë kombinohet me cila ngjyrë e jep këtë ngjyrë, kur i ke vetëm disa ngjyra standarde. Tani te ngjyrat, si funksionon kjo pjesa e ngjyrave? Unë kom gjitha ngjyrat në panelin tim, kuptohet. Gjithë ka aq shumë llojshmëri të ngjyrave të vajit, gjitha ngjyra, po thuajse industria e ngjyrave do të thotë aq e zhvilluar. Ka përparu. Para mendoj që kanë pikturu piktorët atëherë në mesjet. Po sigurisht ata i kanë marrë në natyrë, i kanë... Po pra, po ata nuk e kanë pas, domethënë këto krejt ngjyrat lloj-lloj që i kemi ne sot. Çfarë piktura kanë realizuar ata. Sigurisht po.
A i merr zakonisht ngjyrat e ngjajshme, se unë e kam vrejt pak a shumë, një pikturë më ka pëlqyer shumë, e kishe postuar edhe në rrjetat sociale. Kështu i kishte parafshis ngjyra si të fëstanit tim tani, gjelbërt. Po është dënau e lincit më duket, është edhe bari. Po, bari. Kohicet është një ani aty. Kaltër, turkiz, bark, gjelbërt, do të thonë kogjatë. Po sigurisht, po. Ngjyrat hareshme, si thonë. Është shumë thjesht. Po paka shumë këto ngjyrat në studio i vreta që i kishe në shumë piktura. Ajo ngjyra që ti i preferon? Po, po sigurisht shumë bukur, shumë element, edhe vetë kam menduar unë në çdo pikturë njerëz që me të vërtetë e vështrojnë artin, e vren si në çdo pikturë janë të njëjtat ngjyra që unë i përdore. E njëjta kuqe mbetet e njëjtë. Ngjyra që thuajse në çdo pikturë edhe qielli është e njëjtë, sepse të njëjtat ngjyra i përdore. Aty vret në shkrimi jot të thotë mbas ngjyrave tek pikturat apo jo, që unë e dalloj. Sikur Van Gogh, kur shkon pa e di që është e Van Gogh, unë e vrej pak a shumë. Apo jo, sigurisht edhe ti, nga ngjyrat. Nga stili, edhe stili, por edhe ngjyrat. Pak a shumë. Sigurisht, ngjyrat e tij kanë qenë shumë të ndryshme, shumë diellore. A ka ndonjë ngjyrë që se do hiç, që se përdor hiç? A ka ndodhur? Ngjyrën e zezë nuk e pash te ti. Jo, e përdor, edhe ngjyrën e zezë, ngjyra e zezë është. Po a ka ndonjë ngjyrë që shumë më rrallë e përdor, do thotë këtu kur e hap panelën e të thu. Ja, zezën, për shemb. Se nuk di Dhe të ngjyrat e errta pak i vrejta të ti. Pak, po, vërtet. Ti ma person, se ki një energji shumë pozitive, edhe atë pozitivitet... Faleminderit, gjithashtu mund ta nënvizoj këtë kompliment mbrapa. Faleminderit, po këto e vrejtë pikturat e tua dominojnë këto ngjyrat e zellshme, edhe emrin gazment. Po përshtatë. Atë desha të pyes, do thonë ngjyrat e errta nuk dominojnë në pikturat e tua. Kam qërtash më kujtohet një situatë ose një gjendje në vitin 2014, kom shku në muzeun të Vjenës, me vizitu shpatën dhe helmetin e Skanderbeut. Ndërkohë kjo është zhvendosur në një anë tjetër, tash nuk ekziston më aty ku ka qenë përpara në muzeun historik të Vjenës. Ajo e ka pas ai gjomi aty ku janë, do thotë, shpata dhe helmeta Skanderbeut, e ka pas prapavin me një pëlhur të kuqe. Gjomi kom najt me orë të tëra aty, unë ndjeva sikur në kohën u ktheva në shekullin 14 Skanderbeut në praninë e shpatës dhe helmetës të tij. U frymëzova mire, realizuam disa foto aty, mora tamam inspirimin, u ktheva në atelje, edhe fillova i nxora fotografit, kuptohet, edhe fillova me bën një pikturë vaj. Edhe kom realizu një pikturë ka gjatë madhe, shpatë dhe helmetin e Skanderbeut. Prapavia, me ceka me herët, ishte e kuqe. Po na kemi, ngjyra kuqe është ngjyra jonë, ashtu si ashtu. Po na kemi edhe ngjyrën e zezë, që kombinohet me të kuqe, si që kemi shqiponin e zezë dhe flamurit. Dhe flamurin e kuqe në Prapavia, po jo? Jo mundu do disa në atë pikturë, pak ngjyrën e zezë me integru, që do këtë pak ma mirë. Aty është në muze, nuk ka qenë ngjyra e zezë, po është... Ngjyrë me erë. Do të sfondi kuq ka qenë, po unë e kom integru dhe ngjyrën e zezë pak në sfond, që del pak pra ngjyra shqiptare. E ke këtë pikturë ende në studio? Këtë pikturë e kom, jo e kam këtë. E ke. Merë me mend, ka disa piktura që edhe nuk i shesë kur i mbaj për veti. Po. Por është publikua në shumë media, është e njohë. Edhe në ekspozitat të ndryshme. Për cilën punën teme e njohin këtë. Po.
Kazment, me çfarë sfidash ballafaqohesh më shpesh si artist? Sigurisht edhe ti ballafaqohesh me sfida të ndryshme. Tingëllon pak, si të them, për nuk kam kur fa sfida vitëve të fundit, ose dekadave të fundit. Je shumë chill, je shumë kështu i qetë. Po, s'kam asnjë problem të punës, do thotë të artit, por ndoshta si sfidë e shoh kam nevojë për një arritje pak më të madhe, me arrit me një publik pak më të gjerë, sidomos pak në botën e madhe, që ta ekspozoj punën time. Këtë e shoh si sfidë aktualisht. Por dal nga dal. Arti është një jetë e gjatë, apo jo? Po, normal. Arti, ndërsa jeta jonë ka një fund. Ndërsa arti është shumë e gjatë, po, jeta artit. Çfarë përpiqesh të thuash përmes artit tënd, që ndoshta nuk mund ta thuash me fjalë? Se shumë artista, ose në këtë rast piktor, janë të introvertuar, po e shprehin ndjenjat tyre nëpërmjet artit, pikturës në këtë rast. Ndodh dhe kjo te ti? Po, edhe une preken nga njëherë nga koha, do thotë, nga ngjarjet, ndoshta edhe politike, edhe shoqërore, po. U preka shumë në rastin kur Vjosa Osmani u bë presidente e Kosovës. U preki pozitivisht, do thotë, e ndjeja shumë, megjithëse ka shumë vite që nuk e njoh shumë gjendjen atje, mbase jetoj këtu, por në bazë mediave u frymëzova shumë, edhe më pëlqej që shteti i Kosovës e ka si femër një presidente, do thotë, jo tradicionalisht vetëm burra, si kanë të thuja se ka shtetet e botës, po jashtë në Gjermanisë që e kanë pas, po. E te na ishte rasti dytë, se ishte ati fete, Joga parasoj, presidente e Kosovës si femër. E shef çfarë kulturë, çfarë. Sa të forta i kemi edhe ne femrat tona që mundën të përfaqësu. I edukuar jemi, do thotë, në vërtet i avancuar, por akoma nuk jemi në gjirin e Unionit Evropian. Po, edhe nga ky inspirim pikturove? E realizova një portret me një dimension jashtëzakonisht madh të Vjosa Osmanit me vaj. Do thotë nga kjo ngjarje, apo jo. Po. Pastaj pak për të drejtat e grave, realizoj portretet grave, kryesisht vetëm të grave, për ta shprehur atë përkrahjen time si artist. Kjo, do thotë, arma ime është arti, apo jo, për t'i përkrahur të drejtat e grave, të cilat ko pas kohë apo cënohen, apo gjithmonë kanë ndodhur kjo. Shumë interesant se ceke më herët, e pyetja ishte a ndikohet arti yt nga problemet sociale dhe politike, ti tani vetëm që u përgjigje, do të thotë ndikohet pikërisht. Natyrisht, po. Jeta jonë sociale ku ne jetojmë, domethënë në kohrat që po i tej kalojmë, to kanë ndikim natyrisht e shumë artistë e piktor, do të thotë edhe në rastin tënd ka ndodhur njëjta gjë. Edhe unë, po, shumë e vërtetë. Për pikturë, do të thotë, si e di kur një pikturë është vërtet e përfunduar? Se e di që shumë artist zgjon nesërmën edhe prapë e shojnë një gabim. Do të thotë në rrethin tim unë një piktor që mas një jave prapë s'është i lumtur, si pëlqen diçka. Ku e din ti që kjo pikturë tani ka përfunduar? E kam kry. Është interesante së mire kemi ndu këtë pyetje, është shumë pyetje me rëndësi.
që vetëm artistat ose njerëz që mirë kryesisht me art din me bë këtë pyetje është shumë e vërtet. Unë e ndjej, nuk e di as vetë se kur përfundon, por kur të vjen momenti e vrej tash përfundoj. Edhe jap e firmosi. Do me thënë me firmosje nuk ndryshon më asgjë. Aty si ta firmosje unë një pikturë, aty nuk prejke, nuk ndryshoj asgjë. Vjen ai moment e ndjej, do thotë, s'mund ta përshkruaj. Po ndjej. Në basë sa zgjatë, do thotë, piktura, ndërsi tash më kom dhënë krejt atë energjinë me këtë tematik, edhe tash nuk asgjë tjetër mbetet vetëm firmosja dhe përfundoj ajo. Të më thënë, ja jep faktikisht dorën e fundit me firmosje, që aty e vren që kjo vepër ka përfundu. Vjen momenti, do thosë, nuk mund me përshkru se kur e nisë, nuk e di se kur. Ka pikturë që ka zgjatë 10 vite pa përfunduar. Që 5 vite e kom lënë, do thosë, e kom vazhdu, e kom lënë, diku në arkiv, pas 5 vite ku marrë prapë, edhe u dashtë. E pse ndodh kjo? Tregon neve që ne s'merremi me pikturë. Nëse nuk e përfundon, çka është ky proces? Pse nuk e ke përfunduar? Ndodh kjo ko pas kohe, po kjo ndodh për shkak të jetës, përjetime të jetës, që kom fillu një motiv, ka qenë aktuale, por ka përfunduar ai proces ose eksperienca në jetë që ki përjetu edhe s'ke mujt me vazhdu. Po, ose nuk është mo ai person ose nuk ekziston mo ajo urë, sepse e kanë prishë, e kanë dërtu një urë të re, por piktu kanë bete gjithë me realizuar, pa përfunduar, pastaj vjen momenti. Nëse filloj ty me ta bo një portret tash, nuk e di, nuk di ta them se ku janë nisën, a me sytë, me cilin të majtin, apo djatin, apo me hundën, apo me gojen, nuk e di, po kur në atë moment kër e komu në letrën edhe lapsin, atëherë se si koordinohet kjo punë, mendje, dorë, letër, po. Janë momentet që vendosin. Po. Cila tema i trajton më shpeshti në pikturat e tua? Për shembull, cila ka më shumë peshë? Është natyra? Prap do të them, me gjitha këto tema i punoj, prap njerëz më inspirojnë më shumë, preokupojnë më shumë njerëz. Do thotë figurat të ndryshme, jo vetëm që kanë famë, edhe njerëz të thjeshtë. Edhe miqtë, edhe njerëz që kanë ndoshta karizëm, do thotë energji pozitive, sharm, do thotë që të lënë mbresat e tij. Po. Njerëz janë shumë të rëndësishëm për mua. Si inspirim. A përdor simbolet fshehura në pikturat e tua që vetëm një sy shumë i vëmendshëm do të mund t'i dalloj, a përdor diçka? Jo. Diçka të tillë, jo. Ndoshta këtë aftësi nuk e kam. Qa ke mendu për artin kur ke qenë ma i ri, edhe qysh mendon sot? Qysh e ke pa artin si kur ke qenë shumë i ri, si eshe sot? E kom datë shumë, si fëmije, natyrisht, tash akoma ma shumë. Një jetë pa artë... Jetë e vdekur. Jetë e vdekur, shumë një thoi, Po, dallimi do të thotë kështu se ti je rritë në Kosovë, je lind, je rritë në Kosovë. Mendoj që ka shumë dallim do të thotë jeta e artit në atë kohë, pikërisht në atë kohë, atëherë në Kosovë dhe këtu, ku jeton në Mërgat. Si e kishe përshkru, do të thotë ku ki marrë inspirimet më të mëdha? Po në kryesisht për artin, këtu në Perëndim kom studiu, jom zhvillu kryesisht këtu, jo në Kosovë, jom marrë me tjetër drejtim, të e mendu që shkollën e mesme në Prizren, kom pas teknik i punëve administrative, i cili ka qenë edhe si kushtëzim,
ky gjimnaz për më pranu në studimet e fakultetit juridik. Kështu ka qenë atë kohë, ka fundi viteve 80-ta në Kosovë. Do thotë, s'ka të bëjë absolutisht asgjë me artë. Kjo më habit, në fakt, unë kam mendu se ke studiu artin që në Kosovë, në Prishtinë. Jo. Se jo, a mund të pysë? Na në Kosovë kemi pas një vetme shkollë të artit, një shkollë e lartë e artit, që ka qenë edhe që është akoma në pi. Ndërsa fakultetet i kemi pas gjitha në Prishtinë, Universiteti i Prishtinës. Nga 1972 për herë të parë. Shumë vonë, parë, si të qaftë. Ndërsa ka qenë pa mundër që unë nga fshati pa të qani poshtë Teraveci atje, 3 kilometra një fshat, ndërsa që ta dish që ku është fshati im i lindjes nga Prizreni 20 kilometra. Po i takon komunës Prizreni, sa e është region që i takon komunës e Prizreni, po. Ka qenë na shumë gjëra si fëmijë kemi ditë që në tashmen çka do të bëjmë, ku do të fëmiu i një burrë e ka ditë që ai do të mirët si baba, si nona me bujqësi. Po se kanë qenë pasqyrë prindërit, edhe ende janë, ose duhet edhe ato mundësi kanë qenë. Po. Në rastin e familjes teme, mbase qysh si fëmijë, na kemi pas babën jashtë shtetit si punëtor, kur kam lindur unë, ka qenë në Francë, bile duke punuar, ma vonë pastaj kaloi në Gjermani, dhe në pension, që do thotë që kushtet ekonomike kemi pas në rregull, kanë qenë të mira. Do thotë, ka qenë dëshirë e tij që na fëmijët që të shkollohemi, që të vazhdojmë, aq sa do thotë kushtet s'na kanë munguar. Keni një jetë më të mirë sa i vet, besoj, po. Po. Por ka qenë e pamundur që me shku në pe për ta studiuar, ti duhesh me shku si gjimnazist pastaj, që në shkollë të mesme, duhesh me fillu. E kam qartë, nuk keni pas mundësi. Duhesh me banu atje, në atë kohë konë peja shumë largë, mojnë menë për neve, për shkak të udhëtimit, të rrugëve, normal që ne sot i kemi këto mundësi. S'ka pas autobusa, ndërsa sot këtu në Gjermani shkojmë 500 kilometra, pim një kafe, edhe kthehemi prapë për të atakuar një mik apo jo ose miker, edhe kthehemi prapë në shtëpi tona. Ndërsa atje, u dash do të thotë për me banu atje, me jetu për gjatë kretë viteve për ta studiuar artin. Kjo kishte me qenë natësh një mrekulli e madhe për mua. Ndërsa shkollën me natë, që u shkova pastaj në shkollë të mesme, po në shkollë të mesme shkova në Prizren, gjithashtu, po në Prizren ishte mundësia sepse aty e kishum dajën e babës, që aty janë ma pa të danë mu një dhobë, një mundësi për me banu, aty kisha me vetë familja jo ka qenë kështu. Po. Vinin rreth nga fshatrat edhe kanë qëndru tek ne. Mos më kujtohet, po si fëmijë vogël që më kanë tregu. Kushtet kanë qenë tilla. Gazmen, atë kujtohet çka ka qenë piktura jote e parë? Me vaj? Jo, njerë me lap se më me vaj. Po. Me lap sigurisht si fëmijë të kujtohet. Është një kohë e gjatë. Nuk di pse po më emocionon kjo bisedë me ty, Jehona. Se po të kthejmë mbrapa te një biografi e fëmijërisë, është kuptim. Nuk jenë bon 36 vjetë, nuk jenë bon këto pyetje, nuk i kam kujtu më këto. Tani kemi rastin te video podcasti Jehona me t'i nështru këto pyetje, Gazmen. Jehona, të thotë që mos ta teproj, se mos modestin që kam qenë në zonës maj mirë, në vizatime kuptohet, do thotë dhe merë me ndoshta. Punimet e mia në shkollë fillore, në fshatin tim, kanë qenë natyrisht në muret e korridorëve. Tek shtëpia juaj? Në shkollën time. Në shkollë? Fillore, po. Punimet e mia kanë qenë të Si zgjedhura. farloj ekspozite e parë? Ashtu po i bjerë? Mund thuhet, po. Puna është që këto nuk ekzistojnë më, sepse jenë ndjek në luftë. Në luftë. Këtë shkolla u djek në luftë, të thotë.
Aty ku ke qenë ti në Zanë? Po, në luftë, në kohën e luftë, apo jo. Kështu që nuk ekzistohen, thot ato punimet e para të mi. E kam qartë. Tani kam qartë edhe emocionet e tua. Po. Së në pikturë vajës, pikturën e vajët të kumësu në Gjermani, do thotë, fillimisht nga një mikesh, aty, ma përpara s'kom po kur në gjyrat vajës, atë në Kosovë, ose pelhurë, se po. Mundësit kanë qenë ndryshe. Aty, do thotë, e marrë me një pikturë shumë e vogël, ndoshta 20 cm me 15, pikturë e parë vajën, do thotë, ka qenë kënaqësi shumë e madhe, sepse hera parë, gjithçka hera parë është diçka e pa përsëritur apo jo? E vërtetë. Po, ka qenë një peizazh natyror, kanë qenë bregorët dhe malet, sepse ku jetunë të Stuttgarti atje, quhet Schwarzwald, quhet ai regioni, do në natyrë peizazhi i Schwarzwaldit ka qenë. Besoj që ajo është në Gjermani kujtohet ai filmi serial Schwarzwald Klinik, unë kam qenë e vogël, mendoj që shumica në moshën tonë edhe teme do ta njohin. E njoh, në vitet 90 ka ndodhur kjo, po. E ke shit atë pikturë? A ke shit? Jo. Po nuk e di edhe kur ajo. E ke në studio? Jo, e shqeqa, kjo është e din nga viti 1990 dhe në vitin 2004 këm jetuar në Gjermani. Nga 2004 jam këtu. Të thotë, thash më herë në Gjermani nuk jo marrë shumë me artë. Po. Aty kom fillu të mirën nga pak. Po janë këtë masë, to 20 vite e fundit sa këtu në Austri. Ato kanë bet atje. Kanë me të ish gruja, do thotë, kujdiun dhe ajo, o shpërngull nga ato ku janë, ka disa piktura që kanë bet në Gjermani, do thotë. Kazment, si duket një ditë e zakonshme në studio? A ke nevoj për ndonjë lloj izolimi total? Po, jo vetëm që kom në punë, jetoj si total izoluar. Po jo, po mendoj edhe në atë aspektin, a e mshel telefonin, televizorin, a ke nevoj, do të thonë, jo vetëm u mshel vetë, po edhe komplet qetësi. Jo, unë shpesh lo edhe muzikën, vitet unë ndëgjoj kryesisht muzikë shqip shumë, më pëlqen edhe pse nuk i njoh, sepse muzika me ka mbet te Sabri Fizullahu, te Nexhmi Pagarusha, nuk Gazmen Palaska, gjithashtu një këto shumë i njohur, nuk e dija jeton bile. Dhe muzikat përcjell gjatë këtij procesi. Këto krejt që ka ndodhur pastaj nuk i kam përcjellur dhe nuk e di, po e vrej tash se është zhvilluar shumë muzika edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Dhe kemi shumë këngëtarë, jashtëzakonisht shumë të mirë. Kënaqna duke dëgjuar sot e di kush është Dorata Dora, kush është Gili, vitet fund falenderu YouTube që unë. Kush është... Ka shumë. Ka shumë, si tash për momente, kom pyte, ka shumë, po. Sa rëndësi ka dështimi në punën tënde dhe çfarë kërkon nga vetja ti si artist? Ka shumë rëndësi, sa vetë jeta, nuk jap vetit shumë seklet, nuk e mundoj vetën, nuk... A ke pas që ndoshta ke vrejt këtë projekt ose në këtë pikturë dështova ose diçka këtë aspekt? Jo. Nuk ndodh. Nuk më ndodh thuj aty as një punë lapsi, nuk më ndodh që nga pak nasi ose që ta siç ndodh rëndon të po. Jo më kënaqem me ato që e bëj të Në vend kështu si personalitet, je falenderues në njëri, apo kështu? Bravo, po të lutem, po. Për gjitha këto që kam... Ti ke pas disa ekspozita?
Gjithsej, a I din krejt në kokë për mend? U dash në faqen time të ta, mi pa aty sa ekspozita të realizuar për ta bërë se u dash ta dërgoj diku për ti duhesh ta kesh një biografi artistike, do thotë në formë shkrimi, edhe I kisha 40 ekspozita, një ose dy më shumë, ndoshta, mbi 40 ekspozita të përbashkëta edhe vetjake gjermi tani. Gjithsej në Austri? 40 ekspozita, po. Kryesisht në Austri, po unë jam pjesëmarrës I një ekspozite shumë të rëndësishme botënore në Verona të Italisë, në vitin 2014, kur jam ftuar me 2 piktura, që ata kanë bërë seleksionime e pikturave, quhet The First Biennale of Verona, me 900 artista nga kretë rruzulli toksor. Organizuar nga një zotëri Vittorio Scarbi, një kritik art I njohur në Evropë, shumë I njohur. Ekspozita ka zgjat, ky bienal do thotë, ka zgjat një javë ditë, edhe kam qëndruar aty 3 javë, do thotë në Verona të Italisë, ku është prezantuar një katalog aty me nga një pikturë të 900 artistave të botës në gjuhën italishte dhe gjermanishte, anglisht. Ky ka qenë një prezantim shumë I madh I imi, do thotë shumë I rëndësishëm në rrugtimin tënd si piktor. Si piktor, po. Pastaj kam pas një ekspozitë shumë të rëndësishme në Bratislava të Slovakisë, një rastisje ka qenë kjo. Përndryshe shumë në Vjenë, shumë ekspozita në Vjenë, në Linz. Po. E gjatë një ekspozite, të pëlqen të rish në prapavi, apo je, domethënë, njëri prej piktorëve që ka dëshirë me ja spjegu piktura, të thotë që shkon kontakt me njerëz, të thotë a je më tepër vëzhgues nga larg, a I shikon njerëzit në ekspozitë se si do thotë e pranojnë artin tënd, apo je ai që direkt shkon në kontakt me njerëz edhe që cili lloj tipi je ti? Kryesisht nuk bëj shpjegime të pikturave, sepse secili e shef pikturën atë këndvështrimin e vet. Nuk bëj shpjegime, edhe për gjatë ekspozita jam prezent, bile shumë prezent, të sa lidhë me punën time, zakonisht flet një kuratore ose kuratore që organizon ekspozitën, po edhe unë jam aty prezent për pyetje eventuale. Spjegime, po thoya që mbase unë jam, thamë më herët, jam piktor figurativ, realist, të thotë duken ato se çka kam pikturuar, nuk kërkojnë shumë. Si pret komentet e kritikëve? Unë marrë komente gjitha pozitive, tash për mas mbetën modeste, marrë ata që bojnë komente, dhe janë ata që bojnë komente pozitive për punë teme, ndërsa sigurisht që ka mendime të ndryshme, unë do kisha pas qef që të kem edhe komente negative, pse jo, që të mendohem çka mund të mësojmë ma shumë, të realizohem, ose komente dhe të shtinë për të menduar. Po normal, me reflektu, ndoshta edhe diçka me bo ma ndryshe në çdo aspekt. Pse I duhet artit një shoqërie që vrapon pas teknologjisë digjitale? Do thotë, na po vrejmë që çdo gjë tani është në transformim, si në pjesën e muzikës, që tani komponojnë muzikë me inteligjencën artificiale, si është ti këtë pjesën e artit me teknologjinë digjitale? Edhe në këtë drejtim, sigurisht që edhe këtu ka ndryshime. Si është ti? Unë mbetem primitiv në këtë, nëse... Klasik. Mbetem klasik në arte, po. Gjitha këto arritjet teknologjike, eksperimentet që bëhen me art, që fotografohen,
që edhe shiten bile pjesë, por ti ki ato vetëm digital, por piktura mbetet prapë në muze, ose unë mbetem klasik, shumë mirë thati. Mbetem besnik, do thotë, vërtet punës gjyrës me vaj. Punës reale, në pëlhur, me ngjyra, me brush. E kam qartë. Po. Ku mund t'i shohim punimet e tua aktuale, Gazmend? A ke ndonjë koleksion të ri në horizont? Po, të une, natyrisht të une në lincë pikturat e mia, shumë piktura janë kanë gjetë edhe vend muret e tyre në për seleksionist privat, krejt Austrinë, ku ta di unë në qytetet ndryshme. Të une, por mund shifen edhe në internet, është shumë letë me gjetë pikturat e mia, mjafton të shkruhet e emnit, Gazmend Freitag edhe. Do të ti je prezent edhe në rrjetet sociale? Shumë, po. Ke Facebook, ke Instagram? Po, sigur, kam faqet, 2 faqet mia zyrtare, ose 3, blogjet ndryshme. Po. Gazmend, faleminderit shumë që ndave jo vetëm botën e artit, por edhe biografinë tënde, emocionet e tua. Ishte kënaqësi të kemi ty këtu mysafir në studio. Johona, unë të falenderoj ty nga zemra për këtë bisedë, për që më solle në botën e femirisë, cila pas kam betë shumë largë, kështu që unë të falenderoj ty. Faleminderit shumë. Dhe ju të dashur miq, shumë faleminderit që na ndoqët sot në studio me piktorin ton Gazmend Freitag. Nëse ky episod ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni subscribe dhe të ndani me miqtë e ju dhe gëzom nëse na ndiqni sërish në video podcastin Jehona. Ju dua shumë.